Të paktën 12 persona kanë humbur jetën edhe 9 të tjerë janë plagosur pas një sulmi të armatosur që tronditi zonën e Clevelandit në lindje të Johannesburgut, sipas autoriteteve të policisë së Afrikës së Jugut. Nga viktimat, 8 janë burra dhe 3 gra, të cilët u gjentën pa shenja jete në vendngjarje. Një burr tjetër ndroi jetë më vonë në spital, si pasojë e plagëve të rënda, ndërkohë të plagosurit po marrin ndihmë mjekësore në qendrat spitalore. Sipas hetimeve paraprake, një grup prej më shumë se 10 personash të armatosur mbërriti në zonë me një furgon të bardhë tip Toyota Quantum. Të dyshuarit hynë në vendbanimin informal nga drejtime të ndryshme dhe nisën të qellonin ndaj banorëve në disa pika të lagjës. Pas sulmit, autorët u larguan me të njëjtin automjet, ndërsa forcat e rendit mbërritën në vendngjarje për të nisur hetimet. Deri tani nuk dihen motivet që çuan në këtë masakër dhe nuk është bërë asnjë arrestim. Policia ka vënë në lëvizje një operacion të gjerë për identifikimin dhe kapjen e autorëve, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë me informacionin që mund të ndihmojnë në zbardhjen e ngjarjes.